إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah i stëndaruar, ne do të falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na i ka zgjeruar gjoksin ton me iman. Ta falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na ka bërë që ne të jena në rrugën e cila na çon në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ta falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na zbriti Kur'anin dhe na ela sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët janë këto dijat që e bën njeriu që ta ruaje nga sulmi i shejtanit prej njerëzve dhe nga sulmi i shejtanit prej e gjinave. O vëllezër, kush ka për librin e Allahut dhe për sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ky njeri do të jetë i mbrojtur nga sherri i insanit dhe nga sherri i shejtanit. Ne sot do të ndalmi, do të flasmi për një lloj smuje e cila i ka kap shumë njerëzi. Kjo smuje është smuja e vezveseve, të cilët njerëzit ankohen. Nëse njeriu bie në kurthët e vezveseve, ky njeri do ta ketë të lashë jetën e vet. Nëse i nënshtrohet vezveseve, do të vjen periudhë pas periudhe, derisa njeriu do të ja vështërson jetën vetes vet dhe derisa do t'ja vështërson adhurim, do t'i vështërsohet adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky njeri, nëse i nënshtrohet vezveseve, ka mundësi vjen periudha derisa vetmohet dhe largohet prej njerëzive dhe nuk do të ketë kontakt me njerëzit. Le nëse kaq, por pastaj gradualisht duke lodhur vezveset, dyshon në abdesin e tij, namazin e tij, çdo sant dhe fillon të largohet edhe prej namazit, rujna Zot, derisa mund të mbrihet në kufër dhe në shirk. Allah na ruaj. Tash secili mendon çka është vezvese? Cila vepër konsiderohet vezvese? Si është kjo smuja kjo vezvese? Vezvese në aspektin gjuhësor është zër i ulët që të vjen. Zër i ulët. Jo që vi ka të nalë. Kurse, në aspektin tjetër, vezvese është që kanë folë ulemonët e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala, definicionin e vezveseve, është një zë i ulët, i fqehet, i cili vjen dhe të përshpërit në mendjen tënde, në zemrën tënde. Dyzat ka thonë është vezvese i cili të vjen mendimet e këqija që ti të devijojsh, të të humbje prej rrugës. Vezvese është do sen që të vjen e keqe, jo e mirë. Ibn Qayyim el-Jauzi rahimullah tregon që vezvesja është ajo që të vjen citje në zemrën tënde me zot të ulët, prej ati nuk e dëgjon vetëm se ai i cili të thot apo të flet në vesh. Kurse ajo e cila është prej shejtanit, prej gjinave, nuk ka nevojë se vjen drejt. S'ka nevojë si zoni njeriut. Prej shejtanit vesh të vjen një ide e keqe, të vjen një mendim i keq dhe ti vazhdon në ta. Allah i na ruaj. Për këtë këto, çdo ide e keqe, çdo vezves, çdo frikë që të vjen, çdo bindje që të vjen e keqe dhe ti mendon diçka, a për Allahun tant, a mendon të familjar tuj, apo diçka, dije se kjo është hapi i parë që ka ardhur shejtani me të bo vezvese e pastaj me ta çel një derë të madhe e më uprish me gjithë. Allah i na ruaj. Vezvesja
nuk është që të vjen vetëm në abdes apo në namaz, por vezvesja është që të vjen në çdo san. Të shikon shejtani ka cila derë mund depërton të ti. E para që ka ndodh vezvesja prej shejtanit, është konë të baba i njerëzimit, të Ademi alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot, fa waswasa ilayhi shaytanu. Dhe i boni vezvese shejtani Ademit alayhi salatu wassalam. Qala ya Adamu, hal adulluka ala shajaratil khuldi wal mulki la yabla? O Adam, a do të tregoj ti për një pemë e cila është e përhershme, për një sundim i cili nuk humb asnjëherë? Shiko, shejtani ja ndron sendeve emrat. Do thot e para ka ardhur te baba i njerëzimit, i ka ardhur dhe i ka bën vezvese. E kjo vezvese është prej shejtanit. Kurse Ibn Qayyim al-Jauzi tregon që vezvesja është dy, vjen prej insanit e në vjen prej shejtanit. Prej shejtanit e pam që vjen ka ardhur te baba jon, te Ademi alayhi salatu wassalam. Kurse te njeriu si vjen, Allah subhanahu wa ta'ala na ka treguar se vezveset vijnë, të cilat vijnë prej njerëzive edhe prej alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas, prej e gjinave, i cilit përshpërit në zemrën tënde, i cila vjen kjo vezvese, vjen prej shejtanit, prej e gjinave edhe prej njerëzive. Do thotë që kjo rregullisht i vjen njeriut dhe tenton njeriun që ta largon prej rrugës së drejtë nëse është prej shejtanëve, prej e gjinave. Po a ka në njeri shejtan prej njerëzive për ka marrë ka plot? Vjen ta thot një fjalë, ta bjen një ide, tregon diçka dhe prej ati fillon ti të mendosh ndryshe. E kjo do thot është cytje prej njeriut të cili don të bën një sherr, Allah i na ruajt. Edhe sa prej njerëzive janë prish për shkak një cytjeve, për shkak një ideje që ta ka prue, dhe pastaj i fillon dhe ndryshon ketë parimin që ke pas dhe raportin. Besimtari duhet të jeti kujdesshëm shumë, se kjo smuja është prezant, edhe është në mesin e njerëzive, dhe është me të madhe. Do të shohim nëse si pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar dhe si ne ka mundësi të ruajmë vetën tonë prej vezveseve të shejtanit dhe të insanit. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon në surët al-Qaf se vezveset nuk janë që vjen sër prej shejtanit, por ka mundësi në prej vetës tënde. Vetja bën vetës. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Ne, thot, me të vërtet e kina krijuar njeriun dhe ne e dim shumë mirë çka përshpërit shpirti njeriut, shpirti i tij. Allah subhanahu wa ta'ala kur ka cek për dy bita Ademit alayhis salam, për Habilin dhe Kabilin, si është e njohur te populli, do thot ka treguar se vetja ime, thot, më ka shti që ta vras vllajin tim, s'ka thon shejtani. E najherë vetja jon na e bon neve gabimet. Ne e këndmja jon na shti ne që të bëjmë gabime. E për këtë besimtari duhet të jeti kujdesshëm. Vezveset vinë në dy pjesë. Vezvese që vinë në aspektin e diturisë dhe në aspektin e praktikës. Si në dituri, e para është që ka të boje me Allahun subhanahu wa ta'ala, në çështjen e tauhidit, çështjen e besimit, çështjen e imanit. Se shejtani nëse arrin të të bën vezvese në çështjen e tauhidit, atër dije se ai të ka shkatruar në temel. Si të ta prishje imanin, si të shtjen dyshimtit në Allah subhanahu wa ta'ala, mbaroj kjo çështje. Ta ka prish imanin. Se na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të ketë njerëz që do të vinë të flasin, do ju parashtrojnë pyetje, si tot Ebu Hurajra që tregon, që ka thonë do vinë ju thonë kush e ka kriju kat, kush e ka kriju kat, kush na ka kriju neve? Ne çka thojmë? Thojmë Allahu.
Pastaj thot vin pyetja tjetër thot, e kush e krijoi Allahun? Na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë, thot Ebu Hurajra, duke qenë unë vin një njeri nga Iraku dhe parashtron njëjtën pyetje që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kur filloi të thotë se kush na ka kriju Allahu, e pastaj kush e kriju Allahu, tha i vendova gishtat në vesh Ebu Hurajra dhe nuk kam dashur ta dëgjoj. Kam thonë i kam besu Allahut dhe i kam besu pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do thotë që ta largoje, kështu e largon. Ai njeri i cili të parashtrojnë kësaj pyetje të dëshimta, automatikisht mos e dëgjoj dhe larg atij. Dhe më njëherë thu i besoj Allahut dhe i besoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo çështja në bindje, në tauhid, në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë mos dëgjoni çdo emisione që bën dyshime dhe shkrime që shkruan, të cilët bën dyshime që të ta prishin imanin. Dy është çështja në adhurim, namaz, në abdes, me dashamirt, me shokët, në punë, në tregti, në biznes, në çdo vend prezanton shejtani. Don të bëjë vezvese. Ai nëse arrin, mas pari do të ta prishë adhurimin që ke ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pse? Se ti nëse je i dot me adhurim, atër shejtonin e ke afër. Dhe ai vjen më një herë të sulmon dhe ti nuk di si ta largosh. Për këtë Gjuhejnin, rahimullah, ka thonë, nga vin këto vezvese, si vin këto vezvese, ka thonë prej dy anëve. E para vjen vezvese të ky person që pranon vezveset, e para vjen se është i dop në argumentim. Ta bjeni dyshim, ti s'di çka ti thuash, se ke mësu Kur'anin, se ke mësu Sunetin, nuk prezanton ligjërata, nuk lexon libra, dhe ai ta bie dyshimin dhe ti dorëzohesh. Edhe ai fillon pastaj të manipulon me ti shejtani, Allah na ruaj. Apo njeriu. E dyta, mungesa e diturisë fetare. Këto dy sebepe janë të cilët e ka let ai cici të cilit të bën cicje në vesh, kanë prej shejtanëve apo prej xhinave, është nëse ti je i dop, s'di si të argumentohesh, apo ti nuk ke njohuri, nuk ke argumente dhe ti bje në prehje të shejtanit, Allahi na ruaj. Besimtar, ulemant në kanë mësuar se neve si të kujdesmi, ku rriqe qki vesvese që të banë, ku e ka venin, ku fqehet. Ibn Abasi që të regon, Ibn Kethiri, nga Ibn Abasi radiallahu anhu, thot se ki shejtan, qka rrithot e ka vendin në zemrën e njeriut. Është i ullët fort, i ngjitur fort, gjathim, dhe nuk lëvizet prej ati. Nëse njeriu e haron Allahun, nuk e përmend Allahun, i bën vezvese. Fillon, ja bie idejat, njëna pas tjetrës. Thot momentin ku ti e përmend Allahun, ai ndalët, ullët. Khanas do të si paraqitet fshihet. Momentin do të që ti e haron, zbon dhikër, zbon istighfar, nuk lexon Kur'an, ai fillon të të bjerë ideja, fillon të të paraqese projekte. Por momentit ti që dhe përmendish Allahun subhanahu wa ta'ala, ai ndalët dhe ullët. Baghawiu, rahimahullah, thot se shejtani e ka turinin gojën hundës si hunda e qenit dhe e vendon në zemrën e njeriut. Në zemrën e njeriut. Terisa thot, nëse ki njeri e përmend Allahun, ullët, fqehet shejtani, zgudzon mi dhon ideja. Në momentin ku haron Allahun, ki fillon t'i bjerë ideja. Apo ka thonë, është si koka e gjarpnit në zemrën e njeriut dhe i rinë në thelbin e zemrës, në frutin e zemrës. Në moment ku e përmend Allahun, ai ullët, fshihet. Në momenti kur e haron Allahun, ai paraqitet. Sa e përmend mi Allahun, ne? Pse kemi shumë vezvese? Pse dyshojmë të krejt? Çka është problemi? Për këtë besimtari duhet të kujdeset.
Duhet ta dinë se shejtani ne pas mi armik. Shejtani rrika në zemër dhe tenton të devijon, të largon prej rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'an se shejtani do t'i dalë birit të Ademit në çdo rrugë, vetë ta pengon prej ibadetit, prej adhurimit. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar për këtë iblis, aq urrëqet madhe që e ka ndaj bijve të Ademit alayhi salatu wassalam, dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar për këtë, thot la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Do t'ja uzbukuroj mërsendet në këtë dunjë, në tokë, dhe do t'i devijoj gjithë. Do thot shejtani do të vjen do të bën autollokar. Punën e keqe ta bën të mirë. Ta maskon. Ajo e keqja të duket e mirë, ajo e mira që e ke në shtëpi të duket e keqe. E kjo është punë e kujt? E shti shejtani që ka thonë, do t'ja u zbukuroj. Kamata i duket më e mirë se biznisi. Krediti i duket më e mirë se borxhi. I duket lehtë, shkon e nënshkruan një dokument aty, edhe usas, shumë lehtë. Ta zbukuron këtë shejtani. Një televizor, për një televizor me një luftë me Allahun, pa ja vlen o vëllezër o xhamat. Për një shpërat me shku me marrë kredit. Për një televizor me pa filma. E pastaj ke telashe, për normal do të kesh telashe. Se ta ka zbukuruar që ki shejtan, ta ka bo let, ta duke kollajn. Ki ka premtuar që do të devijoj gjithë. Për vetë se ka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, për vetë se njerëzit e tuaj të cilët janë të sinqert. Ato të sinqert do të guxojmë ju afro aty afër. Allah subhanahu wa ta'ala për neve me na ruajtur si besimtar, na ka treguar dhe na ka dhënë një këshill në Kur'an dhe ka thonë: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul." Dhe kjo është rruga ime e drejtë, dhe ecni pas kësaj dhe mos hini nëpër rrugica. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bo një vi një ditë drejt, edhe i ka bo ca vija djathtë dhe mbajt të vogla, ka thonë hadhi sirat, kjo është rruga e drejt, dhe këto janë subul, këto janë rrugica, çdo rrugica është ka një shejtan. Në çdo qorsokak e ka një shejtan që të mbashtron, ri rahat. E kur të hish në autostradë, a ke defekt, a ke ndeshje, a ke problem, a ka ndodhur diçka veç ndalën rrugë, do ndalet si cili në autostradë. Apo në qorsokak as ndalen njerëz se tutën mos është kurth. Tutën mos është ndaj llopav, tutën mos është ndaj kriminal, se nuk e di qorsokak. A në autostradë je i sigurt. E ai që rrin në autostradë në Kur'an dhe Sunet do të jetë i sigurt prej vezveseve të shejtanit, se këto janë të cilët ki ansh i cili nuk të harron, se ki ka dhënë besën me të deviju prej rrugës së drejtë. Sa prej njerëzive kanë telashe me abdesin? Plot. Dhe shohim në pjesën e ditë të hutbes se cilë është ilaçi e atyre e cilët kanë problem me abdesin. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ruaj ummetin ton prej kësaj smuje e cila me të madhe është shpërnda në mesin e shoqërisë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur një arabi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam si mirët abdes. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka marr abdes ka 3 herë, 3 herë durt, çdo gjymtyr ka 3 herë, dhe pastaj ka thon kush e te kalon më shumë se 3 herë, ka bë padrejtësi, ka bë keq, i ka kalu kufint. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndalë gjysore, miloj durët, të na gjysore krahët, derisa ti do të dije se kjo është prej shejtanit. Dije se kjo është prej shejtanit. Do të kujtoje hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam se më shumë 3 herë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na ruaje prej vezveseve të shejtanit. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na jep dituri, të cilë të dim se si të
të rim ball armikut të bijve të Ademit alayhi salatu wassalam. Lusë Allah subhanahu wa taala që Allahu ta shëron çdo kan që është i smund sa i përket për veprat, si të mburohet, si të shërohet. Inshallah si të jemi gjallë vazhdojmë me hutbet e ardhshme. Wa aqimus salat.